video të Coca-Colës që nëse e kthejmë simbolin e Coca-Colës mbrapsht shkruan arabisht jo Muhammed, jo Mekke. Pastaj edhe në video të një këngë tregon shikuesit e një këngëtare në tekstet e saj mohohet Zoti. Çfarë mund të na thuash, a duhet t'ju besojmë këtyre videove apo si të veprojmë? Në përgjithësi më duket se kemi fol edhe në lidhje me atë që postohet në për YouTube, në për internet në përgjithësi, dhe themi se ajo çfarë neve na servohet në këto nga këto qarqe apo burime, sikur që është interneti apo YouTube në përgjithësi, themi se nuk duhet marrur tërësisht ato si të vërteta, po në të njëjtin kohë edhe nuk është e drejtë e jona të refuzojmë çdo gjë që na jepet, shikojmë nga këto vende. Në rastin konkret themi se ky supozimi se nëse atë shenjen apo markën e Coca-Colës e kthejmë mbrapsht, atëherë mund të lexohet la Mekke apo la Muhammed, që do thotë nuk ka Muhammed, nuk ka Mekë, është një tezë apo të themi një lloj supozimi për cilën unë për vete kam dëgjuar shumë kohë, madje edhe para se të fillonte përhapja e internetit në këtë formë, por ajo çfarë mund të themi është se e tëra është supozim dhe nuk është diçka e vërtetuar. Neve disa kemi thënë se feja jonë Islami është ndërtuar në baza të qarta dhe në burime të sigurta, dhe për çdo veprim, respektivisht mos veprim, mbështetemi në argumente dhe në burime të qarta. Asesi nuk mbështetemi në supozime dhe në atë që mund të nënkuptohet, që mund të jetë e saktë, po mund të jetë edhe e gabuar. Prandaj që të mundohemi që të lancojmë se kjo është apo e tërë prodhimi i Coca-Colës është, do thotë, një prodhim i një qarku të caktuar që tenton ta shkatërrojë Islamin e kështu me radhë, dhe për këtë neve duhet të largohemi nga përdorimi i alkoolit e kështu me radhë. Këto janë teza që mund t'i dëgjojmë aty këtu, por e tëra çfarë mund të themi është ajo se nuk kemi ndonjë argument mbështetës që t'i pranojmë këto si të sigurta dhe si të vërteta, prandaj edhe duhet lihen ashtu si supozime, asesi si diçka e saktë e vërtetë. Gjithashtu edhe në çështjen e këngëve në përgjithësi nuk është unë me sa i di, nuk është vetëm një këngë ku mohohet Zoti apo i jepet përparësi. Kemi me 10 këngë ku lavdërohet dreqi, shejtani, ku lavdërohen punët e këqija, refuzohet adhurimi i Zotit e kështu me radhë. Këso lloj këngësh kemi të shumta, disa njerëz ndoshta i bëjnë pa qëllim, disa njerëz i bëjnë me qëllim. Ajo që ka kërkohet prej neve si musliman është që ne të largohemi nga veprime të këtilla, që mos i favorizojmë këta njerëz që mirren me këso punë dhe mos të kemi një lloj kontakti apo lidhje me ta, për arsye se janë njerëz që nuk ja dojnë të mirën as Islamit as muslimanëve në përgjithësi. Vazhdojmë me pyetjen tjetër, hoxhë nderuar, desha të bëj një pyetje, nëse bjen me flet dhe të vjen një z në vesh